ftuar në një emision, aktori i madh i humorit shqiptar Mehdi Malkaj ka dhënë një rrëfim të sinqertë dhe pa filtra për betejën e gjatë dhe të dhimbshme të djalit të tij me substancat narkotike. Pa dramatizim dhe pa vitimizim, aktori i madh foli si baba, me fjalë të thjeshta dhe të vërteta që peshojnë rënd. Gjën time më të bukur dhe më të lumtur të kësaj kohe e ka momentin kur u vërtetua që u fitua një betejë nga djali, thot Malkaj duke i quajtur këtë fitore më të madhe se çdo sukses personal apo profesional. Ai rrëfen se djali ishte vetëm 15 vjeç kur provoi për herë të parë drogën, në një kohë kur askush nuk e kuptonte realisht çfarë ishte dhe sa shkatërruese mund të bëhej. Adoleshentët bien në dashuri me atë që shohin, jo me atë që është. Shprehet ai duke përshkruar varësinë si një dashuri të rreme që zgjat më shumë se ç'duhej. Malkaj flet hapur për ne të pagjumë, për kërkimet e pafundme në rrugët e Tiranës bashkë me bashkëshorten, për përpjekjet për të qenë shok i djalit dhe jo thjesht një prind autoritar. Një rrugë e gjatë, e lodhshme dhe plot pasiguri, ku asgjë nuk ishte garantuar. Një nga momentet më prekse të rrëfimit lidhet me marrëdhënien mes vëllait dhe motrës. Sipas Malkaj, dashuria e motrës u kthye në një dritë të fortë shpresë dhe shërimi për djalin. Ai tani është gjithë jetë, gjithë dritë, ka sjell dritë, gëzim, hare në shtëpi, thot ai duke kujtuar dhe pushimet e para familjare pas shumë vitesh, ku djali ishte në timon, serioz dhe korrekt. Mua më bën përshtypje tani dashuria që ka me motrën, i thot ajo më ke borxh 10 puthje, tha ai duke përshkruar lidhjen mes vëllait dhe motrës. Në fund, Mehdi Malkaj përcjell një mesazh të fortë dhe të rrallë për mënyrën se si flitet për drogën. Mos mallkoni kur u paça fëmijët me drogë. Është luftë e madhe, shumë e madhe. Unë jam një sy e vesh andej e një sy këtej, nuk i dihet asnjëherë. Tha ai, duke pranuar se vigjilenca nuk mbaron kurrë, por duke besuar se dashuria, familja dhe koha mund të bëjnë mrekulli. Me gruan time i kemi larë rrugët e Tiranës, tërë natën me idenë se do të gjenim djalin, nuk i gjenim, vinte vetë. Tha në një moment të podcastit, aktori i madh i humorit Mehdi Malkaj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.